E përmbishojnë të hylin dhe se shpëtona, I mbytur prej ngasje dhe si në det, më ty po përiki dhe prej teje kërkoj shpëtim, o nëna dhe zonjë virgjëreshë, prej çdo rreziku dhe zije shpëto më ti. Këshilla për jetën shpirtërore në familje, nga Shumë Porfir Kafsëkaleviti. Edukimi I fëmijëve. Fëmia është si brumi. Sa më I butë të jetë brumi, aq më lehtë do të dridhen petët. Po kështu edhe fëmia. Sa më I vogël të jetë, aq më mirë zhvillohet, formësohet, edukohet dhe perfeksionohet. Edukimi I fëmijës është alfa dhe omega, fillimi dhe fundi I detyrimeve që kanë prindrit në këtë ekzistencë njerëzore, të cilën e sjellin në jetë me bashkëpunim hynor. Nuk është keq ta propagandojmë jetën tonë, të bëjmë plane për sot e nesër për veten dhe fëmijët tanë, por gjëja më e rëndësishme dhe më e saktë është t'i kërkojmë Perëndis të bëhet vullneti I tij në jetën tonë. Lërini fëmijët të shikojnë televizor, por blini një program të tij, për të parë se çfarë filmash duhet të shikojnë, pra nëse janë të përshtatshëm apo të papërshtatshëm. Fëmijët lidhen me njëri tjetrin kur u kërkojmë të bëjnë punë ose të kujdesen ose të ngushëllojnë vëllain apo motrën e tyre të vogël. Ai që nuk e njeh shkopin e tij, nuk e do fëmijën e tij. Kur një antar I familjes, për shembull njëri nga fëmijët tanë, rrëzon një vazë nga tavolina dhe thyen, zakonisht ne zemërohemi. Nëse në ato moment, në momentin kritik, me një lëvizje të ngritjes sonë psikike, tregojmë mirëkuptim dhe arsyetojmë dëmin, e kemi fituar edhe shpirtin tonë edhe shpirtin e tjetrit. Dhe kjo është e gjithë jeta shpirtërore, me një lëvizje të lartësisë sonë përmes provave dhe dhimbjeve, nga indinjata e egoizmit deri te kuptimi I dashurisë. Unë shoh që fëmia mund të gabojë në këtë zgjedhje profesionale, por do të ishte krim nëse do ta humbisja fëmijën tënd për të mos pësuar një dëm financiar. Një vëlla më tha këtë për një familje, ku më të madhen nga 2 vajzat që kishte t'u ndonte djalli, e vendoste të bënte shumë dëm brenda në shtëpi, duke thyer sende të ndryshme, dhe jashtë shtëpisë duke hedhur gur e gjëra të tjera. Shkoi te vëllai bashkë me fëmijën shpirtëror të Erontit në shtëpinë e tyre, por nuk arriti t'i ndihmonte me asgjë tjetër përveç ajazmave që u bënte dhe këshillave që u jepte. Kështu vëllai I thotë Erontit dhe pyet se si të veproj për të ndihmuar këta njerëz. Atëherë Eronti I tha vëllait: "E di biri im, sa I fuqishëm është ky demon që ka brenda ti ky fëmijë. Mund të përmbys një kamion të madh të ngërkuar me gur. Dhe a e di se kush e ka fajin për këtë rast?" "Jo," I thot vëllai. "Fajin e kanë prindrit e tij, sepse I treguan shumë dashuri motrës së vogël dhe tjetra e kishte zili. Dhe në një pikë të dobët kur e gjeti Satanai, e mundi dhe tani po bën këto gjëra. Dhe tani çfarë duhet të bëjmë Eront?" e pyeti sërish vëllai. Tani nevojitet shumë lutje dhe të shfaqim më shumë dashuri që të shërohet. Bëj kujdes, sepse tregon dashuri shumë të madhe dhe të veçantë ndaj njërit prej 2 fëmijëve të tu, dhe vazhdimisht merresh me të për shkak të dobësisë. Por me këtë qëndrim I ke shkaktuar trauma serioze shpirtit të fëmijës tjetër të vogël dhe ai ka zili. I janë krijuar probleme të mëdha psikologjike dhe nëse nuk kujdesesh për të tani, do t'i bësh dëm të madh dhe ti do ta kesh përgjegjësinë. Pra, ki kujdes çfarë bën. Nuk duhet të përkëdhelni një fëmijë para një tjetri. Ata kanë zili. Vinë këtu qindra prindër me lotë në sy, më lusin të ndihmojnë fëmijët e tyre sepse disa merren me drogë, të tjerë me një shoqëri të keqe, të tjerë I shajnë, nuk kërkojnë para, I kërcënojnë, madje edhe I rrahin. Por kur I pyes se çfarë bëni tani për të ndihmuar këto krijesa të mira, më përgjigjen pothuajse në mënyrë stereotipe se nuk mund t'i bënin asgjë sepse dolën jashtë kontrollit të tyre sapo u bën adoleshent. E kjo prita ju them. Pasi I keni lënë gjithë vitet e fëmijërisë dhe keni pritur që të vijë adoleshenca për të marrë me fëmijët tuaj, është e natyrshme të keni këto rezultate. Jeta shpirtërore është mister, e njëjta gjë edhe në familje. Ashtu si një kusar mund ta keq shtrejtojë trupin tënd, ashtu edhe dikush që ka ligësi mund ta keq shtrejtojë shpirtin tënd, përveç se atëherë kur ke shumë dashuri. Dashuria të fortifikon është si izolim.
nuk e lejon fuqinë e keqe të vijë tek ti. Por kokëfortësia lind kokëfortësinë. Kur një nën ka të meta, çfarë do t'i thotë fëmijës? Ai do të shkojë dhe do ta bëjë atë që ja ndalon. Por nëse nëna ka butësi dhe dashuri, fëmia nuk do ta bëjë. Jeronti i tha një pediatri: "Si i ekzaminon fëmijët?" Kështu. Dëgjoj se ç'do të them. Në momentin që ekzaminon çdo fëmijë, bëj nga brenda një lutje të nxehtë me dashuri. O Zoti Jezu Krisht, mëshiroje shërbëtorin tënd. Dhe duke thënë këto, Jeronti merrte frym thellë dhe hapte duart. Ja kështu, me zemër të hapur, lutu për çdo fëmijë. Është një shpirt i vogël që e dërgoi Zoti në duart e tua. Dhe ndërsa do ta mbështesësh dorën në kokën e tij të vogël dhe do të lutesh nxehtësisht brenda teje, hiri i Zotit do të derdhet në shpirtin e fëmijës. Të gjitha këto në mënyrë të fshehtë, nuk do të kuptojnë asgjë të tjerët. Do të japësh ilaçet që thot shkenca jote, por si përfundim, Krishti do ta shërojë fëmijën për të cilën lutesh ti dhe prindrit e tij. A e beson këto? Një tjetër, Jeronti i tha: "Nuk shoh ti ekzaminosh fëmijët siç të thash, të bren rutina dhe harron. More, përqendrohu te Krishti dhe ofroja Krishtit këto krijesa me lutjen tënde, ti shenjtërosh ata. E pe, Krishti shëronte duke përdorur një mënyrë të prekshme, ose kapte dorën, ose prekte syt, gjuhën. Kështu bëj edhe ti. Duke mbajtur në krahët e tu fëmijën e vogël, ose duke kapur dorën e një të rrituri, me lutjen tënde të fortë dhe të nxehtë drejtuar Krishtit, jepu hir Perëndie." A nuk bën të njëjtën gjë Prifti në çdo mister, që të vi hiri i Shpirtit të Shenjtë, vendos dorën e tij në mënyrë të dukshme mbi ballin e atij që rrëfehet, që hirotoniset, që martohet, që bakëzohet e të tjerë. Lutja është një fuqi mistike që transmetohet mistikisht në shpirtin e tjetrit. Fëmijët me lëvdata të vazhdueshme nuk formohen shpirtërisht. Ata bëhen egoist dhe lavdidashës. Ata do të duan që gjatë gjithë jetës së tyre të lavdërohen vazhdimisht nga të gjithë, edhe nëse u thon gënjeshtra. Fatkeqësisht, sot të gjithë kanë mësuar të thonë gënjeshtra dhe lavdidashës si t'i praktikojnë ato, janë ushqimi i tyre. Thuaje, qoftë një gënjeshtër, qoftë një ironi, thon ata. Perëndia nuk e do këtë gjë. Perëndia do të vërtetën. Fatkeqësisht, këtë nuk e kuptojnë të gjithë dhe bëjnë krejtësisht të kundërtën. Fëmijët, kur i lavdëron vazhdimisht, pa dallim, i tundon kundërshtari. U arrit egoizmin dhe të mësuar që në fëmijërim lavdërimet e prindërve dhe mësuesve mund të përparojnë edhe në arsimim, por cili është përfitimi? Në jetë, ata do të rezultojnë egoist dhe jo të krishterë. Egoistët nuk mund të jenë kurrë të krishterë. Egoistët duan gjithmonë të gjithë t'i lavdërojnë, të gjithë t'i duan, të gjithë të thonë fjalë të mira për ta. Diçka që nuk e dëshiron Perëndia ynë, kisha jon, Krishti ynë. Feja jon nuk e do këtë mënyrë, këtë edukim. Përkundrazi, do që fëmijët ta mësojnë të vërtetën që në moshë të vogël. E vërteta e Krishtit thekson se nëse e lavdëron një njeri, e bën egoist. Egoisti është konfuz, është ai që udhëzohet nga djalli dhe fryma e keqe. Kështu, duke u rritur me egoizëm, puna e tij e parë është të mohoj Perëndin dhe të jetë një egoist i papërshtatshëm në shoqëri. Duhet të thuash të vërtetën që të mësoj njeriu, përndryshe e mbështet në ignorancën e tij. Kur i thua të vërtetën tjetrit, ai ndërgjegjësohet, i kushton vëmendje, i dëgjon të tjerët dhe përmbahet. Kështu edhe fëmijës thuaja të vërtetën, qërtoje që të kuptoj se ajo që bën nuk është e mirë. Çfarë thot Solomoni i Urt? Ai që e kursen shkopin e urren birin e vet, dhe ai që e do birin e vet e edukon me zell. Por jo që të rrahësh me shkop, atëherë i kalojmë kufit dhe ndodhe kundërta. Duke lavdëruar fëmijët tanë që në moshë të vogël, ne i çojmë drejt egoizmit, dhe egoistin mund ta tallësh, mjafton t'i thuar se është i mirë, ti frysh egoizmin. Dhe ai të thot kështu: ai që më lavdëron mua, ai është i mirë. Këto nuk janë gjëra të sakta. Me që njeriu rritet me egoizëm, fillon konfuzohet brenda tij, vuan dhe nuk di çfarë të bëjë. Shkaku i çrregullimit psikik është egoizmi. Këtë gjë
dhe vetë psikiatrit, nëse e studiojnë, do të zbulojnë se egoisti është i sëmurë. Ne kur nuk duhet të lavdërojmë dhe të lajkatojmë njerëzit tanë, por t'ju udhëzojmë drejt përullësisë dhe dashurisë së Perëndisë. Dhe as ne nuk duhet të kërkojmë të na duan duke i lavdëruar të tjerët. Të mësojmë të duam dhe jo të kërkojmë të na duan. Të duam të gjithë të bëjmë sakrifica të mëdha, sa të mundemi, pa interes, për të gjithë vëllezërit tanë në Krishtin, pa pritur lavdërime dhe dashuri prej tyre. Ata do të bëjnë për ne atë që u thot Perëndia. Nëse edhe ata janë të krishterë, do të japin lavdi Perëndisë që u gjendëm dhe i ndihmuam ose u tham një fjalë të mirë. Këshilla për jetën shpirtërore në familje, nga Shën Porfir Kafsokaliviti, botimi i Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë, Tiranë, 2025. E përmishojnë të hylindës së shpëtona, pësimet më mbushën me turbullim, dhe shpirtin më mbytën me mërzitje dhe dëshpërim, po ti që të soma o zonja, me ngushëllimin dhe paqen e birit tënd. Lavdiatit e birit edhe shpirtit shojnë, të lutem o zonja o Shën Mari, që linde Isuin t'i shpëtoma nga çdo rrezik. Më ty po përiki dhe të lutem, me të forcën e zemrës dhe shpirtit tim. Tani e për erë, e në jetë të jetëve, amin.